Okej. Kalojmë Blendin. Foli me Blendin para emisionit, kështu që s'besoj që. Okej, ja pas ke shpjegu. Jo, nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë. Nuk është. Okej. Shko mas në ndërhyrja e dytë atje. Le regjia ta shohim. Tash kjo është ndërhyrja e dytë këtu. Nuk është ndërhyrje. Këtu është faul për Xhironin apo? Tash nuk e din nëse e kishin vlerësuar si faul, po Okej. Edhe pastaj Ferizaj shënon gol. shënon gol. Okej. Anulohet goli. Anulohet ky vendim, nuk e di çfarë vendimi është marrë. Domethënë komplet aksioni është zhvilluar, tash le të çon komplet pa u ndalë hiç. E kemi prej fillimit këtu. Tash këtu është kontakti i parë, Po. këtu vjen i kontakti i dytë jashtë zonës, Po. vazhdon aksioni. Edhe tash vjen golli. Tash, goli anulohet për pozicion jashtë lojës të Ferizajt. Jo. A? Goli nuk anulohet për pozicion jashtë loje. Ja. Jo, Si pas pozicion jashtë lojë. Sipas unë e dëgjova Gzim Hodin i cili tha për një parregullsi, ndoshta kam dëgjuar gabim. Okej. Tash e shpjegoj, nuk kena bën me pozicion jashtë loje. E pse Do me duhet thonë- ta nuk ky gol pra? Kur kemi të bëjmë një ndërhyrje flagrante, me një ndërhyrje violente, penallti ose kartoni koç brenda zonës, edhe pse është arrit golli mas një 4-5 sekondave, do me thonë mirët vendimi i parë. Anulohet edhe goli. Anulohet edhe golli. Plus kësaj që kur i fusim mes aty që kemi pas një rast diskutabel jashtë zonës, që Po. ndoshta e kanë vlerësuar edhe si faul gjyqtarët e dhomës të varit, Po. ky rasti këtu, do me thonë edhe pse është arrit golli, ai gol është totalisht i pavlefshëm. Rregulloria thotë kështu, nuk mund të pranohet një gol kur brenda zonës kemi ndërhyrje violente ose kemi të bëjmë me penallti. Nuk ka avantazh brenda zonës së rrëpsisë. Pra, dhoma e varit ndërhyn, gjyqtari kryesor të s'ka leju avantazh Kur ka të bëjë vetëm me një faul thjesht ose Kur ka të bëjë me një faul, Vetëm me një faul thjesht a? jo, kur ka të bëjë me një faul shumë thjesht, do të thonë golli pranohet kur i faulluar e shënon në akses. Po. Në këtë rast Ferizaj, në Këtë rast Ferizaj, do më thonë golli shpallët i pavlefshëm për shkak se gjyqtarët e dhomës së varit kanë vlerësuar që këtu kemi të bëjmë një ndërhyrje violente, penallti dhe kartoni koç. Pra, gjyqtari kryesor A mund të jetë ky vendim i gjamshëm për ekipin për shembull? jo, ky vendim është shumë i drejtë, do më thonë dhoma e varit me të drejtë anulon Me anulu golin. me të drejtë anulon gollin, me të drejtë akordon penalltin, me të drejtë